Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jonë. A mundesh me u prezantu dhe më na tregu pak për veten tonë? Po, patjetër. Falënderes, më lejoni që në fillim t'ju falenderoj juve, sigurisht që patët kohën dhe gjetët kohën të vini për një intervistë të tillë. Po, unë jam Ismail Selmani, i lindur dhe i rritur në një katun Buzmalit Sharjazhic, Tetov, si gjimnazist. Jeta ime ka qenë 18 vite po i bi shkurt pak kam, 18 vite në Gjermani, gjithësisht në Berlin. Në vitin 98-99 nisa rrugën në luftën shqiptare të Kosovës. Tani po u futëm në luftë pas luftë jemi sot në qendrën e Ferizajt ku jemi tu në liri, po. Mundesh më na tregu pak nëse e krahason jetën ku ke qenë në gurbet edhe këto. Çfarë dallimi ka? Po jeta e në gurbet ishe jetë për ekzistencë, familjare. Megjithatë, po edhe atë kemi bën. Kemi bën me shpirt, sepse edhe pse ishe edhe dhimbshme, sepse ishe distanca familjare. Më pastaj unë kur shkova në gurbet lash edhe të shoqen, apo si që i them unë generalin, lash me 2 fëmijë. Dhe ishe një jetë aq sa e ëmbël, sepse atëherë në atë periudhë puna e afronte dhe jetën, ku rroga të mira, marka ishe diçka pak më ndryshe, kishim edhe për anën personal, po kishim edhe për familjen. A mundesh më tregu pak, the që e kilon bashkëshortën, po ashtu edhe fëmijët në Kosovë, në Tetov ose në Kosovë. A mundesh më tregu pak çush ke komuniku? Se atëherë ka qenë shumë e vështirë me komuniku me familjen. A ka pas rast që nuk i komuniku me muaj të tërë? Po them drejtën bashkë me mua jo, po për çdo javë po. Për çdo javë, unë si kamarier që kam punu, u deshte me i nda një grusht marka, do me thënë 1 mark, 2 marka deri në 5 marka, për t'ju afru një telefonit që ishin ato fix, dhe kuptohet të gjitha ato para i harxhonim duke bashkëbisedu me familjarët tonë, të qajt hallet e mallin e tjerë. Nuk ka qenë lehtë, edhe pse e shoqja ka qenë tepër e fortë, ka qenë tepër e çelikt, dhe asnjëherë dhe kur nuk është dërzu për asnjë gjë, si atëherë, por edhe si në luftë edhe sot. Çfarë mendimi ki për gjeneratat sot, për kohën e rinisë sot? Po e cek vazhdimisht për gruan tënde që ka qenë shumë e fortë, ndërsa sot të rritë thoj nuk mundet bashkëshorti im që del jashtë, shkak se nuk muj me najt pa ta. Gruas time që ne burrat ndonjëherë të kurrëmi në bisedat tona drejt për drejt dhe nuk kemi guximin të ja u themi kështu si thohet në katërsi, sepse ashtu jemi mësuar dhe jemi dikur nga prindit tonë. Por të shoqës tim apo generalit tim do t'i them ti ishe, je dhe do t'jesh, dhe ajo ka qenë mësuesja e 4 fëmijëve të mi, djali dhe 3 vajzave, të gjithë janë të martuar, që ju uroj sukses dhe shëndet. Edhe ajo është bën gjyshe, por edhe unë jam gjysh, pra edhe fëmijëve të mi, po edhe gjithë rinis që ti më bën e pyetjen se çfarë janë sot. Rinia e sodit e ka një jetë shumë më të mirë, shumë më të ëmbël, shumë më të këndshme, sepse mund të them lirisht, rinia e sodit mos të ankohet si i ka të gjitha. Por si duket i mungon paksa edukata dhe shkollimi. E thash edukata për arsye se edukata vjen nga prindrit e para biologjik. Më pastaj vin nga mësuesi i ditë i shkollimit, do me thënë nga edukatorët, apo pedagogët, apo e tjerë. Kjo tek ne mas luftës po mungon shumë, sepse edhe nuk ka një mësim arsim për edukat shoqërore. Kjo land ka humbë, do me thënë është thelu. Rinis do i thoja që tani o kur
pasi që ju i keni të gjitha, e keni një pasuni të madhe, demokratike të quj në thojza, ama një ju koftë lene luksuzitetin, filone unitetin shoqëror, vajza e djem, sepse kjo është jeta e përparshme. Mos që ktheni kur në të kaluarën, po vetëm ju uroj rinis që të hecë përpara në të ardhmen, sepse edhe ne si të moshuar e kërkojmë të ardhmen. Qka do të vinë në të ardhmen atëherë veç i madhi Zotë e din. Nëse e krahasojmë arsimin atë kohë, a mund të shmëna fol pak si ka qenë arsimi ytë në atë kohë? Sa e vështirë ka qenë, tu e pas parasysh që kushtet kanë qenë shumë të vështira atëherë? Në atë periudhë arsimi ka qenë, të them të drejtën, shumë profesional të quj, sepse kur kishe një landë arsimore, në qofë se pak fjalë nuk do t'i thoje, ashtu ishe nga mësuesit ose profesor, sidomos nga mësuesit, ata nuk të pyqin sa bëjnë një e një në qofë se nuk e di. Në qofë se nuk e di, shë a i ta tërhekin një vërejten me kështu, do me thënë. E përse diti, thë i kem baje dorën kështu, do me thënë. E kishin ato një kompas të madhë. Dënimet kanë qenë këtë Kanë qenë në këtë mënyrë dënimet, por ne e kuptonim që ne u deshtë, masi unë ishmi u pregadishmi për me shku me marrë dije, u deshke edhe ne, si kur ata mësus që u bënin pregaditje 2 orë, ose 3 orë, 4 orë, për me ardhë me ba një landë arsimore, edhe ne si nëzënës u mënoshmi atër me u para pregadit në mbrëmi, mi ba detyrat që ka kishmi e tjerë, mi paketu, do me thanë, fletorët, lapsat, gjënat elementare për arsim, dhe unë ishmi për arsim. Edhe atëherë ka qenë një udhtim i vrasht për ne, se gjithmonë kemi ecë në këmbë. Në këmbë kemi shku, në këmbë kemi thu, në ancare, në breshri, do me thënë shira të mëdha e tjetër, e prandaj sot arsimi është shumë me ndryshim i madh, me një komoditet jashtëzakonisht prestigjos mund të quj, prandaj është e dhishme që sot një nxënës apo një nxënëse mos ta merr dijen për vete, se kur e merr për vete e ka edhe për të tjerët. Dhe pas parasysh që sot nuk mungon asnjë gjë për fëmijët, të rriturit, po a mendon që edhe teknologjia është tu ndiku shumë? Teknologjia tani, po, ka ndiku shumë. Prandaj edhe ka një thënje europiane, teknologjia thohet, ha? Prandaj teknologjia e sodit është një diçka, mund të quj një shkencë artificiale, por e cila po jep njeriut aq sa ka nevoj, por a ka dhe të prit s'ka. Pra në qofë se unë nuk e marrë dijen time, në atë mënirën se si ti mu ma dedikon, dhe unë të mësoj në mënirë taman njerëzore, atëherë kjo i bie se unë kam mungesa psigjike dhe fizike në vete. Prandaj dija duhet të merret në anën jo artificiale, por anën natyrale. Edhe unë kisha pas dëshirë se gjithë rinia, edhe njerëzimi, edhe unë, edhe të tjerët, që dijen të marrin në anën natyrale, siç e kërkon koha. Sot që përmende më herët the që jam bogjësh, edhe i ceke edhe fole për fëmijët edhe nipat e tu. A mund të më tregu kur ishe sot nipat e tu? Çka mendon ti? Kur ishe me teknologji të re, me gjona të reja, a e kthen kohën pas me thonë që jam rritune? Ose a ju fol atëmve? Po, shpesher nipat ishin ma tëmbël se mjalta. Ma tëmbël se mjalta, gzim ma i madh. Prenda kur je bogjësh? Gjish. Prandaj, po, unë ju flasë nipa edhe pse janë të vegjel, përveç që Ilirianin është një fotboler i ri, tani në Zvicër, i uroj suksese dhe shëndet edhe besoj edhe shpresoj që ka më bën një futbolist të jetë i mirë. Unë ju flasë, shumë ju flasë, por bashkë bëna një ditë një provë me një nipë më të vogël që ka emrin Zan, të qikës së vogël, të Elisonës, dhe ati në dhomën administratës time, unë i kam disa suvenire
edhe të luftës, edhe disa emblema, edhe një qefteli, edhe kavallat. Dhe më thonë, a ju ki folë për këto? Po, por ati kur shkoj me zanin, atje kam e një pistolet suvenir, i tham zan, nuk e prek pistoletin hiq fare. Shkon të telat të qeftelis. Traditat nuk Po, dhe me i e në tham atëherë kjo me që nuk është i armës, është i traditës, atëherë unë ju flasë për traditën. Ju flasë për traditën, ju flasë si na kanë eduku prind tonë, ju flasë gjishi si ka qenë në luftë dë njëherë që ata nuk e kuptojnë, por kur unë ja afrojnë dë një emblem të UÇK-s, ata e marrin e në mënherë thatë, gjish, unë jam shqiptar, thot, e në ngjesin në zemër. E kjo më knaqë mas qëtej për mi. A kanë malë për Kosovë? Kanë shumë. Edhe pse normalisht janë lind atje, edhe po rriten atje. A dëvrana, a thutin a njëherë, inshallah nuk largohen prej Kosovës? Kanë shumë, ata bile, ne para një jave kemi këthi nga Lozana, nga Qika e Madhe, dhe sidomos dini pa që shkojnë edhe në shkollë, ata thanë gjithë me nëzet të presmin e qershorin, se ata me qershor gushtë vinë në pushime, them, ju bëj ka pak provokim, po kur do të vini, qka do me thëtë? Dhe qkojmë do të lujna. Do me thënë, ata e kanë, kur vinë këtu, e gjajnë vetën më të lirë, kërkojnë gjëna ku vërtet, po... Atje i kanë të kufizun, i kanë kufizun, edhe atje kur dalin shëtit e diqka atje nuk është si këtu, do me thonë, Gjermanët i thënë fraj, cajt, liri të plot, këtu e gjanë lirin e plot. Këtu e gjanë lirin e plot. Qka i kishe thonë fëmijeve, ose të rriturit në përgjithësi, një këshill prej teje? E para të rritërve ju kisha thënë që sensibilizim më shumë, unitet do me thënë, t'i lën egot personale ose kolektive, t'i lën thash e të thënmet të cilat këta e kryojnë një konflikt shoqëror, t'i kthehen realitetit, si realiteti është kja tokë e lam me gjak. Prandaj ja ku e kemi këtu dhe dëshmorin e kombit Recep Bislimi, ku ai që sa ko mu po më vështron në atë heshtjen e ti më thot, mala, thot, po në harroni për çdo ditë. Prandaj heroizma e këtij në dëshmorëve, e luftëtarëve, invalidëve, do kërkoja që thash gjuha është një pajise ose një pjesë e organizmit tim dhe aman ju koft gjuhën pak bani kujdes. Të shahën veprimtarët, luftëtarët, invalidët, gjaku i derdhun, sakrifica e këtij vendit është mëkat më i keq në i zi. Prandaj kja tokë, ki popull sidomos me kaq shumë sakrifica nuk e meriton sharjen firim. Edhe pse politikat na i kanë sjellë në majet të hunës, se s'dashta me dalë në kot tabor, për vërtet ki popull nuk e meriton kot sungim, se vërtet na u ka bërë gjithçka banale, për shkon në banalitet. Edhe mesazhi im do ishe që unitet, punë, dhe si përfund, po, do të them që në kohë luftrash i kishmi në duar armët dhe pasi që i kishmi armët në duar e solëm lirin me aqë sa patëm mund kuptohet me mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar, aleancës ndërkombëtare, por në kohë paqe tani na duhet, si që kemi këtë liri që asnjë popull nuk e ka, edhe që se ka pas dhe që e kemi kërku dhe është fitu me gjak. Në qoftë se do më lejosh dhe jap dhe një mesazh që ja dedikoj edhe atine herojnëve të gjallë që sot po gjenden padrejtisht në gjigjin e Hagës të njëanshme dhe dhash Zoti që në maj, në fund të majt ose në fillim të majt ose 19-20 maj ata burra, ata herojnë, ata suvenir të këtij vendit që e çliruan, luftuan dhe e pavarësuan Kosovën
të vinë dhe në ata në tokën e tyre arbrore, si që ditën me e bë, dhe si që ditën me e bë rezistencë për këtë tokë, që të tjerët të jenë të lirë dhe të jetojnë në sovranitetin e kësaj tokës arbrore të arë me gjak. Dhe është Zoti që sa ma shpejt ata të në kthejnë këtu, e të shohë speciale në Bashkimin Evropian se si që pritën suvenir të kovnit në tokën dardhane. Nderuar, na të falenderojmë për zemërsisht që ndove ku me neve, e pa që shnetën edhe gjithat mirat. Ishte kënaqësi, privilegj, faleminderit se juve, unë juroj sukses, e para nga suksesi shëndeti dhe edhe stafit radio televizius i bani shumë të fala dhe i bani shumë të fala, jeni të mrekullueshëm, sa herë dhe gjithherë kur keni nevojë diçka, ne jemi këtu. Si thot ajo fjala i gjalli për të gjallët, e ata vdekrit nuk na kthehen më për të bën kështu llafe, mohabete, gjithmonë për të mirën e popullit dhe të kombit. Faleminderit edhe.